Unë jam Namika Jazi, jam profesion regjisor, jam producent dhe skenarist. Kjo e dyta e detyruar sepse regjizori duhet gjejë buxhetet e filmit. Si shumë të tjerë jemi detyruar të bëjmë edhe pozicionin e producentit. Filmi Portreti i pambaruar merr spunto nga një ngjarje reale dhe kjo është dashuria ideale shqiptar me vajzën e një diplomatit huaj në vitet 80. Kam dashur t'i bëj një omazh të gjithë djemve të rinj të asaj kohe, të cilët me guxim kaluan vijën e kuqe dhe tentuan të bënin lidhje dashurie me të huajt. Anche tu sei sempre seguita? Sempre dovunque, io li chiamo la mia ombra. L'Albania non è come l'Italia, qui ci sono delle regole. Vi porgo il benvenuto nella Repubblica Popolare Socialista d'Albania. Të dëgjova mirë, Marja. Partis I duhet Gjakiri. Sto mirë që na përplasën po dhe po tallen. Te l'ho detto, le coincidenze capitano solo una volta. Mendoj që sukseset gjithmonë të sjellin një kënaqësi të jashtëzakonshme, veçanërisht kur një publik I huaj I vlerëson. Unë kam pasur disa, por do të evidentoja mbas pandemisë në vitin 2022, kur mora pjesë në festivalin e Karlsruhes, ku publiku gjerman në festival, domethënë u ngrit në këmbë dhe dordërkriti për minuta të tëra një film I cili nuk kishte lidhje me subjektin gjerman. Pra ne, në historinë e Portretit pambaruar, ngjarja zhvillohej ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë. Dhe unë nuk e prisja që publiku gjerman të ishte kaq entuziast, kaq mikpritës për filmin, gjë që u pasqyrua pastaj edhe në dhënien e çmimit si filmi më I mirë I gjatë. Mendoj që nuk ka humbur gjë, por nëse do ta shihnim në këtë prizëm, diçka ka humbur, në thonjza. Ka humbur sepse në aso kohë regjisorë dhe gjithë krijuesit e tjerë të filmit shqiptar ishin detyruar të punonin si thuash në sistem të propagandës, sepse pjesa e filmit ishte propagandë dhe ishte një propagandë shumë e mirë vendosur nga ana e regjimit asaj kohe, por ajo që nuk I sillte të lashe prodhuesit ishte që ti filmin e kishte të mbyllur. Pra filmin e bënte shteti. Ti mendoje mbi ato elementë që ti duhet të trajtoje në film mbi elementet artistike. Dhe ka qenë një vlerë e jashtëzakonshme disave për krijuesve, mbas ajo të gjithë filmit shqiptar të asaj kohe, që brenda kornizave të një censure të jashtëzakonshme munduan të sillin element real të vërtet dhe që pak preknin ose pak shkonin ke pjesa ideologjike dhe politike e sistemit. Tu jam I çik I dyzuar sepse unë në atë pozicionimin ose në pedanën e figurë kryesore nuk kam një, kam 3. Muharrem Feizo, Viktor Gjika dhe Taqo Agnostik. Këto kanë qenë 3 personat mbi të cilët unë kam marrë më shumë emocion dhe I kam vendosur në atë renditjen që gjithsekush ka për korifejt e kinemas. Por kanë qenë të ndryshëm. Ajo që kam vlerësuar për shembull tek Feizo ka qenë në gjithë elementet e filmit ajo aftësia e tij për t'i vendosur gjithë elementet aty ku duan. Kjo mbase vinte nga që I kishte si background edhe skulpturën edhe artet vizive. Ndërkohë që në skenat masive, Viktori ka qenë jashtëzakonshëm, tek ana psikologjike, ka qenë Taqo, jashtëzakonshëm dhe ai në mënyrën e ndërtimit të fabulës, të skenarit, dhe jam referuar 2 gjërave të jashtëzakonshme për mua që ka bërë Taqo. E para ka qenë në shtëpinë tonë, I cili kalonte, si thua, tangent të gjithë problematikat dhe politikën e kohës dhe merresh me një familje normale, familje punëtorësh, njerëz të thjeshtë, një histori dashurie e ndërthuar bukur dhe kthimi tek një subjekt që ishte 14 vjeç dhëndër, që ai e mori dhe e përpunoi dhe e solli në mënyrë të magjishme në film. Unë për shembull kur e kam menduar që më thanë që Taqo po bën një gjë për mbi motivet e 14 vjeç dhëndër, nga që ishte stërkonsumuar në teatr, grupet amatore, grupet profesionistë, mendoj, çfarë do sjelli Taqo? Është një gjë që njerëzit e dinë. Jo, Taqo solli magjin. Futi elemente jashtëzakonshëm aty, ndërtoi një fabul që filmi edhe sot shihet me shumë kërshëri.
Ne kemi një krizë skenarësh, unë mendoj sepse kemi një krizë shkolle. Nuk kemi skenarist mirëfillt. Skenaristët që punojnë për kineman vinë nga teatri ose thjesht nga ajo çka kanë pasionin për të bërë diçka, për t'u marrë me zhanrin e filmit, gjë që mendoj që është specifike. Filmi ka nevojë për skenarist të mirëfillt. Dhe shpresoj që me këto lëvizjet e fundit ku me sa di është një grup njerëzve që po shkollohen specifikisht për pjesën e skenarit, do të kemi dhe arritje më pozitive. Skenari është të baza, sepse nëse ti nuk ke atë baltën, plastelinën e mirë, nuk mund të bësh asgjë. Por te i gjithë aftësive që ti mund të kesh në ndërtimin regizorial, në fotografinë, në gjithë elementet e muzikës, nëse ti nuk ke një ngjarje, nuk ke një subjekt, nuk ke një ndërtim dramaturgjik brenda historisë, nuk arrin të sjellësh atë që ti do në kinema. Pasqyrohen me tepri për mua dhe pikërisht mbase për këtë ose edhe për një pozicionim që unë kam vendosur veten, duhet sillen sa gjëra edhe nga e shkuara. Ne kemi pas një shkuar shumë të vështirë, por njëkohësisht shumë interesante, ku gjithë populli pothuajse, të gjithë kategoritë e shoqërisë tonë kanë mbijetuar në atë sistem, sepse nuk ishte e kollajt që ti brenda asaj kornize të hekurt të diktaturës të mundohej të bëjë një jetë normale, të silli një gjë të veçantë. I kam mshuar shumë kësaj pjese dhe vazhdoj mbase, nëse do mundem të sjell ndonjë gjë, por prodhimet e sotme të ditës sotme janë me tepri. Pse? Sepse është shumë komode, unë e kuptoj edhe nga ana e produksionit, nga ana e autorëve. Sot nëse ke një ngjarje të ditës, ti vendos kamerën diku, s'ke nevojë për figurantët, s'ke nevojë për një skenografi, pasi gjithçka është gati, ndërkohë të kthehesh në filmet e të shkuarës, do të thotë që ti duhet të ndërtosh një skenografi, duhet merresh me kostume, pra është një film që kushton shumë herë më tepër dhe është shumë më vështirë për t'u trajtuar. Kinema e Kosovës është një kinema shqiptare sigurisht e rritur dhe e zhvilluar në një tjetër realitet. Ka qenë ai kufiri ndarës, po ai kufiri ndarës për te i kufiri gjeografik ka qenë edhe diçka që na ka bërë të ndryshëm. Flas për grupin e vjetër të kineastëve kosovarë, ato kanë pasur mundësinë ose fatin të shkollohen në shkolla edhe në akademi ndërkombëtare, nisur minimumi nga Akademia e Beogradit dhe pastaj edhe në shkollat të tjera, ndërkohë që kineastët shqiptarë nuk e kanë pasur këtë mundësi, pra janë, si thua, prodhim vendas kryesisht, me një përjashtim të rrallë, po dhe ato të mbetura përgjysmë në për shkollat e ish vendeve socialiste. E përbashkëta është që gjithçka të dy palët kërkojmë që të sjellim atë historitë shqiptare, të sjellim me vërtetësi dhe të tregojmë secili në mënyrën e vet specifike, me ato elemente që çdo krijues i ka specifike të vetat, të sjellim prodhime sa më të mira për të treguar që edhe kinemaja shqiptare, si e Kosovës, po besoj që e Shqipërisë sepse jemi një, jeton edhe pasurohet çdo ditë duke pasur dhe rezultate jo të pakta dhe në arenën ndërkombëtare. Mendoj që po e krijon fizionomin. Mase nuk është plotësuar gjithë puzzle-i, nëse do ta quajmë kështu, por gjithë prodhimet, të gjithë individualitetet krijuese të regjisorëve edhe të kineastëve po mundohen ta plotësojnë këtë formë, pra për të qenë në mënyrë të dukshme diçka shqiptare. Unë mendoj që gjithmonë është ajo që sfida më e madhe është kur publiku ta pëlqen punën, sepse filmi është një proces i gjatë, duhen disa vite për ta punuar, nëse është diçka e përmasave të konsiderueshme të një filmi, dhe në momentin që ti e ke kryer, e ke mbyllur, ke mbaruar dhe postproduksionin, shkon në sallë dhe shikon që publiku të dorëtorket prej vërteti, sepse mendoj që të paktën unë po dhe shumë të tjerë arrin ta kuptojmë kur është një dorëtorkitje kortezie, sepse ti e ke thirrur, ose është një dorëtorkitje sepse vepra, filmi që ti ke sjell, i ka emocionuar dhe e vlerësojnë. Festivali është një festë, sepse ka brenda emrit festival është dhe festa. Kështu le të jetë kjo festë e munguar prej shumë vitesh, një shpalosje e mirë e gjithë arritjeve të filmit shqiptar në këto vite, që mendoj që meriton më shumë vëmendje, si nga ana e shtetit, po edhe nga ana e gjithë institucioneve, për ta bërë atë një nga artet më interesante, sepse publiku e do filmin.
Çdo regjisor ka një sfidë, sjell një ngjarje, sjell një histori të cilit ai ka besuar, me të cilin ka punuar gjatë, siç e përsërita, dhe ti i fton njerëzit të shohin një histori mbi të cilën ti mendon se vlen të shikohet, që ka vlera, si nga ana asaj që ti rrëfen, po edhe nga ana komponentëve që ti sjell në film. Aty pastaj ti nuk ke asnjë gjë në dorë, ti ja ke lënë në dorë publikut, dhe është publiku ai që të vlerëson. Dhe mendoj që për te rrjetet sociale dhe mundësisë të jashtëzakonshme që sjellin ata për të sjell njerëzit ose për të ftuar njerëzit në kinema, mendoj që gjëja më e mirë është përcjellja që i bëjnë njëri tjetrit. Pra, një publik, po marr një shembull minimal, 250 persona që kanë parë filmin në Millennium, ja përcjellin të tjerëve për të treguar që filmi ishte emocional, filmi u pëlqyer, filmi sillte diçka që nuk e kishin parë ose që ishte një lloj arritje sipas tyre. Dhe këtu publiku pse bën atë vetëm për te gjithë pjesës së promos, distribucionit e tjerë.